Vlora ka mungesa të parkimeve publike, një shqetësim që më shumë se kur do erë ndihet në këtë periudhë të sezonit turistik, kur edhe fluksi automjeteve në qytet është i madh. Bashkia e Vlorës ka hartuar një projekt për ndërtimin e 2 parkimeve me një sipërfaqe të konsiderueshme që do të zgjidhin problematikën. Lajmi konfirmohet edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda, i cili pranon problematikën e parkimeve. Bëhet fjalë për 2 hapësira, një në zonën e Lungomares dhe tjetri në zonën e Skelës, pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Parkimi në zonën e Skelës pritet të jetë edhe më i madh, me 2 kate, për t'i dhënë kështu zgjidhje problematikës së parkimeve në këtë territor. Problemi më i madh që ne hasim sot si qytet, kjo edhe për shkak të ndërtimeve që janë bërë deri dje që nuk ka pasur parkime në toksore për pallate, shumë pak janë që e kanë këtë mundësi. Megjithatë, ne kemi piketuar disa lokacione ku do të investojmë në vazhdim. Një investim e kemi marrë tashmë të paktën si dakordsi me buxhetin e fondit të zhvillimit, janë 10 milionë euro që do të investohen te universiteti, gjitha hapësira përballë edhe nën tokë, që mund të bëhet një investim me 2 kate nën tokë, e cila do të jetë gjithmonë në shërbim të parkingeve që do të hapësirave të parkimit do të ofrojë ky qytet. Përveç se pastaj kemi edhe pjesa mbas Hotel Dukës këtu, po bëjmë një reklam falas. Dhe atje është një hapësirë që ne duam ta shfrytëzojmë, sikurse kemi bërë gati dhe sharën që do të operojë për parkimet në gjithë qytetin sipas akseve që do të vendosen edhe në Këshill Bashkiak, të cilat do të jenë me pagesë patjetër për bashkinë. Kryebashkiaku Ermal Dreda garanton se parkimet do të menaxhohen nga vetë Bashkia e Vlorës dhe me të ardhurat që do të gjenerohen prej tyre, do të përmirësohet sinjalistika rrugore. Gjithçka do të menaxhohet nga Bashkia e Qytetit Vlorës. Me ato të ardhurat që gjenerojmë nga ai shërbim, do të përmirësojmë pastaj qoftë edhe sinjalistikën rrugore, vizimet të gjitha do të jenë po në këtë funksion. Kështu që prandaj dhe ne e bëm edhe të edukojmë pak pjesën e orientimit të trafikut të qytet, por edhe të krijojmë të ardhura për të përmirësuar shërbimin. Në këto ditë të verës, parkimet janë mjaft të domosdoshme dhe sjellin kështu një problematik të shtuar për qytetin, ndërsa Bashkia ka nisur të mendojë për zgjidhje. Si hap të parë, duket se do të ndërtohen 2 parkime publike, të cilat do të menaxhohen nga vetë Bashkia, një në zonën e Lungomares dhe tjetri në zonën e Skelës.